djali dhe vajza me 3 jetë e gjysmë lidhje, 2 herë kanë qenë në det së bashku dhe tash thotë ai djali ka ndryshuar 100% dhe kësaj pra shejtani ka futur llugave, ka futur në rrugë të pa ecur dhe ata vështirë e kanë rikthimin, sepse është goditur thjesht lidhja juaj nga shejtani i mallkuar. Është goditur drejt për drejt nga shejtani i mallkuar dhe kësaj pra është e mundshme që ai të reagojë, të nervozohet për hiç gjë, aq më tepër pra kur i përmendet martesa, sepse ai dëshiron ta kaput këtë lidhje dhe ai dëshiron edhe lidhjet e të martuarit i kaput, por e ka më vështirë, ndërkohë që te ju është më lehtë sepse edhe nuk keni bërë nisah në kuptimin pra lidhja juaj, e keni ushqyer shejtanin thjeshtën. Sikur personi i cili ha ushqim pa bismillah, si personi që ha me dorë të majt, ai jo që në kuptimin nuk mund ta ushqej lukthin e vet, por sikur ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e ushqen edhe shejtanin. Dhe kur e ushqen njeriu shejtanin, kur han pa bismillah, atëherë me duart e veta e rrit armikun. Kjo do t'i dilte sikur një gjitar, pra miun ta zëm, në vend se ta largojmë nga shtëpia sepse jemi në hall prej tij ta zëm, ne e ushqejmë atë dhe pastaj pse është rritur ai. Pra në vend se ti të helmosh atë, ti e ushqen. Kësaj pra edhe shejtani, jo se ai nuk mund të gjej ushqim tjetër kund, por jo të ushqehet nga duart tuaja dhe nga kafshatat tuaja, sepse kësaj do ta ketë më të lehtë ndikimin tek ju. Dhe çfarë duhet të bëni ju? Pra vitet e para kanë qenë më ndryshe, derisa ai ju ka futur në këtë kolaps. Megjithatë mund të thuhet shumë shlirë se goditja juaj nga shejtani nuk duhet që ju të dorëzoheni, por djali përderisa thoni se është fetar dhe edhe ju ndoshta jeni të tillë dhe keni ignorancë, sepse edhe fetar edhe vetmimi dhe shkuarja në det pa niqah nuk më duken shumë të përputhshme, por megjithatë ju duhet të gjeni pra mënyra të tjera, të shkonin tek ndonjë hoxh i cili merret dinjitetshëm me çështje të kurimit me Kur'an dhe Sunnet, me fjalët e Allahut, me lexim të Kur'anit, me lexim dhe interpretim të lutjeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, di ti përdor metoda të prej cilave ju keni këtë ftohje, sepse mund të jeni prek nga magjia ose gjëra të tjera. Dhe këtë mund ta bëni, mendoj se tashmë thuajse në gjitha viset e Kosovës ka njerëz të tillë që dinë të merren me çështje të tilla dhe vetëm hulumtoni, por kujdes të mos bini në kurtha të pseudo hoxhallarëve, njerëz që nuk kanë fare shkollimi për hoxh dhe nuk njihen as që janë imam diku, as nuk janë hoxhallar, por që bëjnë kinse shërim të tillë e që ata mund të përdorin metoda të palishme në këtë shërim i cili sjell sëmundje. Kjo është shumë shkurtimisht dhe pendohuni për të kaluarën që keni pas. Pavarësisht kësaj, bëni lutje tek Allahu dhe ai mund t'i rrotllojë zemrat prap 100% sikur keni thënë, ose t'ju kthej për 180 shkallë mbrapa pasi ju keni devijuar, pra t'ju kthej në vendin në pikën 0 sikur ka qenë më parë.